Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë. Hadithin e sotëm e transmeton Abdullah ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili thotë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: La hasada illa fi ithnatayn, rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس. Kuptimi i këtij hadithi është nuk ka xhelozi, hased legjitim ose të lejuar ose me vën, përveç se në dy gjana. E para është kur Allahu i madhruar i jep një njeriu pasuni, i jep pasuni, ai atë pasuni pastaj e menaxhon edhe orienton drejt shpenzimit në atë çka është hak, e drejt, e mirë, e sakt, edhe e dobishme. Dhe një njeri të cilit Allahu i madhruar i ka dhënë urtësinë, e ai vepron me të edhe u mëson atë njerëzve. Edhe qëtu i qitet pika këtij hadithi, qëtu përfundon këtë citat. Një gjë interesante që përmendet në këtë hadith edhe përshkruhet me fjalën hased, e dini që hasedi në esencën e tij, në zanafillën e tij është i ndaluar, është negativ, është i keq. Allahu na ka mësuar me kërku në mes tjerash, me kërku mbrojtjen e tij prej atij personi i cili bën hased. Wa min sharri hasidin idha hasad. Në kuadër të dy kuleudhave kërkojmë mbrojtjen e Allahut, edhe e fundit është dhe të më mbrosh o Zot nga sherri i atij ziliçarit kur bën zili. Ndërsa këtu është përmend hasedi si legjitim, si i lejuar edhe me vën. Andaj këtu në mënyrë shumë normale parashtrohet pyetja çka është hasedi në të vërtetë. Hasedi është kur njeriu e sheh tjetrin mirë e i lind xhelozia, në të cilën përveç që ka lakmi, që edhe ky vetë me e pas atë mirësi, është edhe ajo dëshira e errët, e keqe, që ai tjetri mos me e pas atë begati, edhe atë mirësi. Nëse filonit Allah i ka dhënë pasuni, hasedi është të kisha pas edhe one, po njëkohësisht ai mos me pas. Nëse Allah i ka dhënë filonit dije e njëjta gjë e kështu me radhë. Në këtë rast e kuptojmë se hasedi në të gjitha rrethanat dhe të gjitha format e tij është i ndaluar. Ndërsa në këtë hadith kur thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetëm në dy raste është i lejuar, nuk është për qëllim ai hasedi të cilin e shoqëron dëshira që ai tjetri mos më e pas atë begati, ose Allahu më ia marr. Për arsye se besimtari do të me konë gjithmonë i vëmendshëm për me mujt me menaxhu hasedin, do të me pas parasysh, do më thonë gjithmonë që Allahu kujtdo që i ka dhënë diçka, s'ta ka marrë ty për m'ia dhënë atij. Nëse i ka dhënë dikuj pasuni, nuk ja ka dhënë parët tua, nëse i ka dhënë dije, s'ja ka dhënë dijen tone, nëse i ka dhënë autoritet, famë, mirësi, çka do të qoftë. Çfarë do të thonë ja ka dhënë Allahu. Edhe në këtë rast lejohet ti me dëshiru të kisha pas edhe unë si filani. Kështu menaxhohet hasedi. Allahu ka mjaft për m'ju dhënë të tanëve. Nëse dikuj i ka dhënë, lyp edhe ti, s'ka problem. Thuaj Allah, filanin e ke begatom edhe mu. Po ati i ke dhënë kaq, mu jepom edhe më shumë se ati. Hiç s'ka problem. Veç s'duhet me e shoqëru këtë ajo dëshira që ai mos me pas, ose ai me u dëmtu, ose ati me i ndodh diçka e pakëndshme, ose kështu me radhë. E këtu në këtë hadith, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përdorur fjalën hased veç për shkak se te njerëzit është më si përjetim, është më i përhapur, e tash për me i mësu njerëzit që o njerëz, kur të shihni dikun diçka mirë, në mënyrë automatike kam ju lind edhe juve dëshira për me e pas atë mirësi, andaj menaxhojeni, flakeni dhe largojeni urrejtjen ose dëshirën që ai mos me pas, e lene në dëshirë, këthene në dëshirë që me pas edhe jo.
Kjo është gjoja e parë që në këtë aspekt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam synon me na eduku. Pra lakmoje të mirën për vete, por mos e urrej të mirën për tjetrin. Që kjo është shumë e rëndësishme për me u largu edhe me erujt e me e kursy veten prej të keqes edhe pasojave të hasedit. Në anën tjetër, do më thonë që është pikë e dytë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson që mirë, ne gjithmonë shohim mirësi të ndryshme, shohim begati të ndryshme të tjerë, është fjala. Gjithmonë i shohim të tjerët duke pas sukses. Atë duhet gjithmonë të lakmojmë, po edhe nuk e kemi në dorë, se kemi në dorë që me thonë valla që to po e dëshiroj, që to s'po e dëshiroj, funit nefsi i njeriut, egoja njerëzore në një farë mënyre, është e kaplume prej lakmis, prej dëshirës për me pas edhe vetë. Këtu në këtë rast besimtari e menaxhon lakmin duke i rendit disa prioritete, çka do të me pas qef me pas ti. E në këtë rast, ne duhet të nxitemi edhe të udhëhiqemi prej dëshirës për ato veprat e mira, prej cilave kushdo që i vepron përfiton shumë shpërblim tek Allahu fuqiplot. E përfiton kënaqësinë e tij, e përfiton rahmetin e tij, e përfiton shpërblimin dhe sevapin e tij. E në këtë hadith janë përmend dy. Njëra prej tyre, e para, është njeriu të cilit Allahu i madhruar i ka dhënë pasuni, edhe ajo pasuni e menaxhon me dije, e menaxhon me vetdije, me vëmendje, me faktin se pasunia është e Allahut, ndërsa ne me te jemi të autorizuar përkohësisht. Besimtari që shtu e sheh pasuninë, edhe ato që e ka vetë. Pasunia është e Allahut, po Allahu ma ka dhënë mu, derisa jam unë menaxhoj me te, e në atë menaxhim i ka parasysh dy gjana. Këtu në hadith përmendet, fesallatahu ala halakatihi fil haq, që i bie ai atë pasuni e ka nënshtru për me e shpenzu veç në atë që është legjitime, çka është e lejume, çka është e ndershme, çka është e mirë, çka është e dobishme. E këtu prap janë dy gjana. E para, pasunin njeriu me e shfrytzu për me rregullu vetit jetën, vetit edhe familjes vetë. Edhe me rregullu standardin, edhe me e boj jetën më të mirë, edhe me e boj jetën më të lehtë, edhe më të këndshme, edhe me kështu me radhë, mirë, po gjithmonë duke e pas parasysh se këto do të me e boj veç në suazat lejumas, nuk bën diçka tjetër. As një milimetër nuk bën me dalë prej kornizës asaj që është e lejume. Nëse kështu e bën, ajo pasuni është përdorë edhe është menaxhu mirë. Nëse një hap e qetë për të lejumas, tek e ndalumja, ajo pasuni është shpërdoru. Edhe tjetra lidhur me pasunin, është se pasunia nuk është veç me e shpenzu, veç për vete, ani pse pjesa e madhe e saj është për vete, për ty dhe për familjen. Si ki borës kërkujt kur gja. Mirë, po një pjesë e vogël është për me e lon, edhe me e dhon, edhe me e vendos, aty ku Allahu i madhruar ka lyp prej teje. Ajo është sasi e vogël, ajo është përqindje e vogël, zeqati, sadakate ndryshme, kontributet e ndryshme, ato krejt me e këshyrë nuk ka thonë Zoti me e dhonë njeriu për hajrat, për shembull gjysën e pasunisë vetë. Nëse dikush e bën, është tjetër muhabet. Mirë, po Allahu s'ka lyp, s'ka obligu gjonat këtilla. E ka lyp Allahu i madhnum qerekun e të dhjetës. E ndonë pasunin 10 pjesë, edhe e merë veç njërën e qasaj të dhjetës, e ndonë 4 pjesë, e veç një hisë, e veç një qerek e jepë. Që i bjen? 2.5%. 2.5%. Ose ndonë në 40 pjesë pasunin, e jepë një hisë. Që realisht, kur të këqyrsh edhe kur të krahasojsh, shaj nuk ja lën pasunisë tone zeqati. Për të i kësaj, janë ato gjonat cilat normal, është mirë edhe është e preferume, po pastaj janë vullnetare. Po ai i cili e jep zeqatin, po edhe sadakan, edhe çka do të jep, kur e jep për hir të Allahut, çdo do të njeriu me e rregullu mirë edhe me e lidh nyje, mos me lën me u zgjidh në asnjë mënyrë, kur e jep për hir të Allahut,
kur Allahu nuk i ka met borx kërkujna, nuk t'jet borx as ty. Kur mos mendo, valla unë dhash zekatin e tash për qa që jam mangut. Jo, se e ke dhënë për hir të Allahut e Allahu e ka marrë përsipër, që kur t'japsh për hir të Allahut, jo vetëm me ta kthy, por me ta kthy shumë fesh. Edhe që kjo është ajo lakmia e parë që na do të me menaxhu, drejt dëshirës për me pas që është e natyrshme, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'po na nxit me pas lakmi për me pas, se ato e kemi, hiç para thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, po na nxit me menaxhu këtë dëshirë dhe me orientu që kjo dëshirë me qenë për me shfrytzu edhe na pasuninë e Allahut për mirësi, me shfrytzu pasuninë e Allahut mes tjerash për me fitu kënaqësinë e Allahut fuqiplot. Edhe e dyta, rajulun atahu Allahu al-hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha an-nas. Lakmi do të me i marë edhe njeriut të cilit Allahu i ka dhonë urtësi. Në këtë hadith përmendet urtësia. Çka është urtësia? Urtësia është dije. Po dije e cila e te i kalon nivelin e informacionit. Jo thjesht veç me ditë, po edhe me kuptu. Edhe atë dije e përshkruan pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ky vepron me te, që ato çka e din, e shtin në punë, edhe ja mëson njerëzve, që sa den. Edhe që ti do të me i marrë lakmi, edhe nëse këte e arrim, atëherë edhe lakmin tonë, që lakmia nuk është diçka për me umburë, në tonë e dim. Me i thonë dikuj valla filoni është për i mirë, veç është pak lakmiqar, ose lakmitar, se kena livdu me qëto të fundet. Por edhe qëto që realisht nuk është për me umburë, me e orientu edhe me e drejtu ka hajve cila monët me nabo shumë hajrë edhe shumë dobi. Të kjo e fundit, Allahu i ka dhënë dikujt urtësi në hadithet tjera, në transmetime tjera, përmendet fakti që Allahu i ka dhënë Kur'anin. Dikun tjetër pra thot, do të më marr lakmi dy burrave. Ati që Allahu i ka dhënë pasuni edhe ai e shpenzon qysh është kënaqësia e Allahut, edhe atij burrit tjetër që Allahu i ka dhënë Kur'anin, ai vepron me të ditën edhe natën. Të dyja përshkrimet, edhe Kur'ani dhe urtësia realisht janë, si me thonë, e përfshin të njëjtën gjatë. Nuk ka të bëj, kur flitet për Kur'anin, dikush që veç valla din me lexu Kur'anin dhe që ati me i marrë lakmi, për arsye se nëse lidhja e cilit do me Kur'anin është veç nivelin e leximit, ajo është pak. Se Kur'anin për një me du të me e lexu, po du të me e lexu për me e mësu, për me e kuptu, për me mujtë pastaj me e praktiku, a tham Kur'ani, a tham urtësia, a tham dituria, të gjitha ato të cilat çojnë ka përmirësime, ka ngritja e vazhdueshme, ka afrime me Allahun fuqiplot, ato dohet me u lakmu, edhe në këtë rast, edhe ajo që në esencë për neve mundet me u konsideru pikë e dobët që është lakmia, me një vetdije, edhe me një edukat çfarë na ofron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo shndrohet në përparësi. Allah i madhruar ju shpërbleft, wa sallallahu ala nabijina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.